Autoriteti për informimin mbi dokumentat e ish-sigurimit të shtetit organizoi ditën e njëjtë në sallën e Këshillit Bashkiak të Pogradecit dialogun me vetë qeverisjen vendore dhe prezantimin e manualit të ndërveprimit të AISSH-s me pushtetin vendor. Gjatë aktivitetit, antari i autoritetit Skënder Viroi u shpreh se ky manual vijon të forcojë dialogun dhe bashkëpunimin mes AISSH-s dhe strukturave të pushtetit vendor dhe nga ana tjetër. Ai është shprehur se një pjesë e vogël e bashkive kanë çuar përparim dhe verifikim në emrat e personaliteteve të cilave ju janë akorduar vlerësime apo ju është vënë emri tyre rrugëve apo institucioneve. Vrioni u shpreh se një pjesë e kërkesave për verifikim mbi pastërtinë e figurës kanë zbuluar negative ose të thëndryshe persona bashkëpunëtor të sigurimit të shtetit. Do flasim për një dialogun e autoritetit me strukturat e pushtetit vendor në kuadër të një bashkëpunimi që ne kemi marrë tashmë duke kemi bërë thirrje të 61 bashkive të Republikës Shqipërisë për zbatimin korrekt të dispozitave të ligjit organik në cilin funksionon autoriteti për informimin mbi dokumentat e sigurimit të shtetit, po dhe zbatimin e dispozitave të veçanta të ligjeve që janë në zbatim të strukturave të organeve të pushtetit vendor. Edhe më konkretisht 3 janë drejtimet kryesore ku ky material kërkon përmirësimin e vazhdueshëm të procedurave dhe zbatimin korrekt të legjislacionit në fuqi për të dyja strukturat, por drejtimet kryesore të tij janë në kuadër të verifikimit të pastërtisë së figurave të kandidatëve që propozojnë për dhënien e dekoratave, titujve të nderit, tituj vendor të nderit, por në lidhje me emërtimin e rrugëve, shesheve, hapësirave publike me emra, data dhe simbole që kanë të kaluar të regjimit komunist. Njëkohësisht drejtimi tjetër kryesor është edhe në lidhje me evidentimin e vendvarimeve të dyshuara. Në fund të këtij takimi u shkërkuar që autoritetet vendore për çdo titull të dhënë të kryejnë verifikimet e nevojshme për të shmangur që personat bashkëpunëtor të sigurimit të shtetit të mos dekorohen apo të mos i vendoseve institucioneve publike emri tyre ndër vite.